Të nderuar, neve përjetojmë momentet më të mira dhe më të këndshme të këtij muaji të bekuar, muajit të Ramazanit, muajit të zgjedhur nga ana e Allahut Dhul Xhelal, i cili ka dallu këtë muaj me shumë veçori, me shumë begati, e ka beku me zbritjen e Kur'anit Kerimit dhe na ka obligu me agjerimin e këtij muaji të bekuar. Prandaj neve duhet t'i përjetojmë këto mirësi, edhe t'jemi mirënjohës e falëndërues ndaj Allahut Dhul Xhelal, i cili na ka udhëzuar në këtë din, në këtë fe, që përmes këtij dini kemi arrit neve të dim për madhështinë e Allahut Dhul Xhelal, të dim për obligimet të cilat Allahu na ka obliguar me to, edhe na ka frymëzuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Prandaj le të jenë momentet më të veçanta të jetës, të cilat neve i përjetojmë këto çaste, këto momente, këto ibadete edhe këto dhunti të Allahut Dhul Xhelal. Prandaj Ramazani duhet të jetë një shkas që neve na ban të ndryshojmë në jetë, të përmirësohemi aty ku duhet të përmirësohemi. Nëse kemi neglizhencë, pa marrë parasysh se në çfarë aspekti bëhet fjalë, duhet ta shfrytëzojmë kohën, momentin që është kohë e caktuar, do thotë 30 ditë apo 29, pa marrë parasysh se sa janë ato, që neve të bëjmë përmirësim apo të bëjmë ndërhyrje në vetveten tonë në atë çka e lyp nevoja edhe e kërkon momenti. Prandaj padyshim se njeriu si qenie edhe si krijesë më e përsosur e Zotit, që Allahu Dhul Xhelal e krijoi nga shpirti e trupi, që kemi përgjegjësi para Zotit edhe për atë që Allahu na e ka dhënë. Padyshim, qoftë shpirti apo trupi, duhet t'ia japim hakun të cilin e meriton. Prandaj shpirti duhet ushqy me atë të cilën i takon atij që neve ta ushqejmë atë, t'ia japim hakun të cilin e meriton. Ushqimet më të mira apo atë që duhet t'ia japim realisht shpirtit, është që neve ta ushqejmë atë me atë që Allahu na ka udhëzuar dhe na ka frymëzuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. E nuk don fjalë se duhet ta pastrojmë shpirtin. E momenti edhe shkolla më e mirë se sa që besimtarin e edukon edhe e frymëzon në atë që ta pastron shpirtin e tij, ta pastron zemrën e tij, të pastrohet në gjitha aspektet, padyshim është shkolla e Ramazanit, që vërtet ajo është shkollë e veçantë që besimtarët musliman e kanë momentin edhe çastin që këtë periudhë kohore, do thotë, mos lejojnë në asnjë mënyrë, në asnjë formë, asnjë moment ju kalon që mos ta shfrytëzojnë edhe t'i kushtojnë rëndësi edhe peshë, të cilën e meriton ky muaj i bekuar. Atëherë agjerimi është apo duhet të jetë një reformë e jona në përmes të cilës reformë neve e bëjmë mas pari në vetveten tonë, do thotë në aspektin e imanit, në aspektin e besimit. Prandaj sa më shumë vepra, aq do thotë më afër Allahu Dhul Xhelal edhe më afër mëshirës dhe rahmetit të tij. Atëherë nuk ka muaj tjetër, muajt e Allahut janë të gjithë. Mirë po, ky muaj, do thotë, është muaj i veçantë, është muaj i bekuar, siç e potencuam, që njeriu duhet të bën një lidhje, ta quajmë një lidhje të re, ta formon me atë që quhet, do thotë, ndryshim në vete. Por ky ndryshim nuk duhet të mbetet vetëm se për muajin e Ramazanit. Por ky ndryshim le të jetë shkak që neve të jemi në vazhdimsi me atë që kemi ndryshuar
që shkak ka qenë muaji i bekuar i Ramazanit apo agjerimi. Atëherë, padyshim se lloj-llojshmëria e aspekteve të ndryshimit, do thot, gjendet edhe është prezente ku varet ndryshimet, jo krejt njerëzit duhet të bajnë të njëjtin ndryshim, se duhet çdo kush në vete të shikon se për çka ka nevojë të ndryshon. Në çfarë aspekti ka nevojë të ndryshon në vetvete mas pari. Duke filluar nga çështja e imanit, e besimit. Edhe me shiku se çfarë raporte ka mas pari me krijuesin, me Allahun dhul xhelal. Nëse e lyp nevoja, e kërkon nevoja që un kam defekte apo boshllëqe karshi Allahut azza wa jall, le të jetë Ramazani shkollë e cila më udhëzon edhe më frymëzon mua në atë që këtë ndryshim të vaj gjatë të Ramazanit, që raportet e mia me Allahun dhul xhelal t'i rregulloj në atë çka kam çrregullime. Edhe pa marrë parasysh se në çfarë aspekti. E atëherë, çdo kush i duhet të shikojmë në vete se ku është defekti, ku i ka problemet, edhe të fillon prej aty. Do të vim atje se si duhet të bëhet ndryshimi. A duhet, do thot, a e kërkon nevoja që ajo të bëhet aty për aty, do thot, për një herë, apo e kërkon nevoja që ajo të bëhet me periudha të ndryshme, e çdo kush në vete mundet mi llogarit këto sende. Prandaj duhet të shikojmë në raportet tona, do thot, me vetveten. Pse? Se edhe ndaj vetes kemi hak. Ndaj vetvetes kemi hak, pa marrë parasysh se për çka bëhet fjalë. Mos t'i ban njeriu, sidomos besimtari, do thot, edhe vetes mos t'i ban padrejsi. Të shikon në raportet e tija me familjen, me të afërtit. Çfarë raporte ka? A janë raporte që kanë të bëjnë me islamin, apo janë raporte aty këtu dikun ka të bëjnë me islamin e dikun janë kundërshtim me islamin? Aty ku vinë në kundërshtim raportet të tona karshi islamit, karshi udhëzimeve të Allahut, edhe udhëzimeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, aty duhet me bën ndërhyrje, mi përmirësu. Jo me vazhdu me të njëjtat defekte edhe problematika edhe pas Ramazanit. Do të thonë, me një fjalë duhet të them se Ramazani duhet të jetë shkas, edhe shkak që neve të bëjmë ndryshime në vetveten tonë, në gjitha aspektet. Atëherë transmetohen nga Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala anhu se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Ahabbu an-nasi ila Allahi anfa'uhum lin-nas, wa ahabbu al-a'mali ila Allahi sururun tudkhiluhu ala muslimin aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan." E kështu me radhë deri në fund të hadithit, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, njerëzit më të dashur te Allahu azza wa jall janë ata të cilët janë më të dobishëm për ta. Më të dobishëm që jo sjellin njerëzve mirësi, janë të dobishëm për ta. Edhe ajo bëhet fjalë, o thot, në gjitha aspektet edhe sferat e jetës. Nuk do të thot se njeriu vetëm në një kënd mund të jetë i dobishëm për njerëzit. Por, o thot, ty në një kënd, tjetri në këndin tjetër, tjetri në tjetrin, e kështu me radhë, o thot që bëhemi të dobishëm që të gjithë për njëri tjetrin. Wa ahabbu al-a'mali ila Allahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Puna më e dashur te Allahu azza wa jall, do thot, është që ty në zemrën e një besimtari, në zemrën e një vllau tan musliman, do thot t'ia shtish gëzimin, ta bash që ai të gëzohet, ndjehet mirë edhe të ketë komoditet. Për çka? Që ja ofron një të mirë, ja ban për hir të Allahut, që e shpreson atë
shpërblim te Allahu Azza wa Jall. Apo ja largon një breng të jetës, pa marrë parasysh edhe ajo prap çfarë është, apo çfarë lloj natyre gjendet, ja lën një borxh, ja ofron një ndihmë. Kështu që ka nevojë për ushqim, i ofron edhe atë. Do thotë që janë shmirësi te Allahu Azza wa Jall, që ja largon urin nga ai. Wala an amshiya ma akhi al-muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid shahran, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, sikur të shkoj që vllau tim do thot t'i ofroj një ndihmë për të cilën ai ka nevojë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot ajo është më e dashur për mua se sa të qëndroj një muaj në etikaf i mbyllur në këtë xhami. Bëhet fjalë për xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe dini çfarë vlere ka etikafi. Një muaj. Mirë po, një ndihmë ja ofron, një breng ja largon vllaut tant musliman, te Allahu është më e vlefshme dhe më e mirë dhe më e çmueshme, më e lavdruar, si duhet quaje, do thot se sa të qëndrosh një muaj ditë në etikaf. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى تتهيأ له thot kush shkon dhe i akryn një breng, një problem, një gajle, një dert të dunjas vllaut të vet, përderisa e përfundon atë, edhe ma nuk vazhdon ajo breng, ajo problem me ta, atëherë thot Allahu Azza wa Jall, shikoni çfarë shpërblimi jep Zoti, athbata qadamahu yawma tazillu al-aqdam, ditën e gjykimit, thot kam të tia kam i bon kam të qëndrueshme, nuk ka me pas devijim apo rrëshqitje, ka me qenë i sigurt ditën e gjykimit, ditën e kiametit. Prandaj neve kemi nevojë për shumë gjëra që ti rregullojmë sendet edhe ti përmirësojmë ato çrregullime të cilat janë në mesin ton. Nuk jemi perfekt. Perfekt është Allahu, profetët e tij që Allahu i ka dërguar, që i ka mbrojt, me lajket e tia. Neve jemi njerëz, kemi boshllëqe, mangësi. Atëherë është udhëzim fetar edhe islam, që pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka llogarit që është pjesë e besimit, pjesë e imanit, të largosh një pengesë nga rruga. Jetu e ecë rrugës, e shë një pengesë, një bërllog, pa marrë parasysh se çka është, e largon. Atë kemi borxh. Mirë po, të largojmë pengesat tona, që njerëzve ju bojmë pengesa edhe i prekim, jalshojmë një fjalë, apo flasim për dikan, kur ai nuk është prezent, përgojojmë, do thotë kjo është më e rëndë. Ti largojmë këtë dukuri nga mesi jon, është më privilegj se sa të largojmë pengesat në rrugë. Ajo është, thash që ajo lipet, kërkohet, është pjesë e imanit, pjesë e besimit. Mirë po nga ana tjetër, ti largosh pengesat tjera me të cilat pengohen njerëzit, kjo, do thot, është edhe më e kërkuar që fjalë të cilën e ka thonë Sheikh Ibn Uthaymini rahmetullahi alayhi. Masadej duhet të shikojmë neve çfarë raporte kemi, do thot, në mesin ku jetojmë, me njerëzit, me vllahun, me vëllezërit, me kojshit, me rrethin. Do thot, a janë, do thot, marrëdhënie të cilat apo janë raporte të cilat i don Zoti apo udhëzon Allahu dhul xhelal ashtu, apo janë raporte shka vërtet edhe ato kërkojnë një ndryshim apo ndërhyrje në to.
edhe duhet përmirësohen. Prandaj, Ramazani është momenti më i duhur dhe më i mirë që neve duhet ta shfrytëzojmë momentin, këtë kohën, periudhën e Ramazanit, që neve këtë ndryshim ta bëjmë edhe në këtë rast. Duhet shikojmë edhe në raportet tona me krejt njerëzit, edhe ata që s'janë musliman. Njëherë, prezencën e pejgamberit alayhi salatu wassalam kalon një kufom, një xhenaze e përcjellin për të varrezat, për të vorrët, po s'ka qenë musliman, ka qenë jehudi. Pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam se kush është? I kanë tregu. Kanë një keq pejgamberi alayhi salatu wassalam është brengos pse një njeri i kohës së atij kalon në ahiret që do thotë nuk e ka pranuar Islamin. A i kemi këto brenga neve? Apo nuk ndjejmë? Prandaj, jo rastësisht Allahu dhul xhelal shembullin më të mirë që e ka pru, do thotë ajet kuranor, "Walakum fi rasulillahi uswatun hasana." Shembulltyra, shembulli më i mirë për juve për në gjitha aspektet, edhe për jetë, edhe në raportet e ndryshme në jetë, do thot është Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam që duhet marrim, do thot, nga ato shembuj. Edhe duhet të veprojmë në çdo lloj krize, pa marrë parasysh se çfarë sfida apo çfarë kriza janë ato. Prandaj muaji i Ramazanit, muaj i bekuar, që e përjetojmë, nuk e dim askush se a mund të arrijm fundin, apo e arrijm vitin tjetër. Këto janë, do thot, caktimet e Allahut që janë në dorë të Zotit e që Allahu i cakton. Shohim neve se, alhamdulillah, shumicën e rasteve, edhe bile ato gajle, ato derte, ato muhabete, neve zaten edhe i bajmë kur takohemi me zvete, që njerëzit besimtar, do thot, qohen edhe trazohen gjatë muajit të Ramazanit, ndryshojnë gjatë muajit të Ramazanit. Por, bëhet pyetje se, ky ndryshim, a duhet tjetë vetëm për Ramazan? E masanej, ditën e Bajramit, momentin që kryhet Ramazani, neve vetën ton e kthejmë me tarifën e vjetër që kemi qenë para Ramazanit, edhe 11 muaj tjerë vazhdojmë, jo si në Ramazan. Prandaj, po them se Ramazani duhet tjetë shkak që neve të përmirësohemi. Përmendi dikush parzit, do thot çështjen e sabahit, namazit të sabahit. Tash, me shumicë i sheh njerëzit që prezantojnë besimtarët në namaz të sabahit. Por me shumicë, masit kalojnë Ramazani, ma nuk i sheh 11 muaj. E tash, ndalemi neve në vete, edhe pyesim veten, çfarë ndryshimi kemi bërë neve në Ramazan? Çfarë kemi ndryshuar? Se atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka ndruar jetë, e që Omeri radiallahu anhu shumë vështira ka pas të pranon, por realiteti ka qenë i tillë kur Ebu Bekri del para njerëzve dhe ju thot se o ju njerëz, kush e ka besu Allahun, Allahu është i gjallë dhe nuk vdes. Kush e ka besu pejgamberin, pejgamberi ka vdek, ka ndruar jetë. Prandaj, o ju njerëz, themi, kush e beson Allahun, Allahu është për 12 muaj. Sabahi është për 12 muaj, nuk është veç për Ramazan. Namazi i sabahit. Edhe namazet tjera. Edhe krejt ndryshimit të cilin neve e bëjmë në vete për Ramazan, ai ndryshim kërkohet të vazhdon me neve në 12 muaj. Jo vetëm për Ramazan. E nga ajo shifet se vërtet nuk ka pas ndikim sa duhet që neve të na ban, do thot të vazhdojmë me atë ndryshim, me atë natyrë,
me tempo edhe jashtë Ramazanit. Atëherë, njeriu nëse don që kjo tempo, do thot ky vullnet, ky besim, ky iman, të vazhdon me ta, apo ky ndryshim të vazhdon me ta edhe jashtë Ramazanit, që bëhet natyrë e tij, do thot për 12 muaj apo për jetë, edhe mos tjetë vetëm për një periudhë kohore të shkurtër, atëherë duhet të përmbush disa kushte. E kushtet të cilat duhet përmbushen, ndoshta nuk janë shumë, mirë po duhet me ju përmbajt aty me kushteve, që vërtet të sheh rezultat në veten e tij. E kushti i parë është, thot, të ketë dashuri dhe vullnet të sinqert për ndryshim. Me zemër e me shpirt. Të ketë vullnet dhe dashuri për ndryshim. Ku ajo dashuri edhe ai vullnet thash buron nga zemra edhe shpirti. Atëherë njeriu duhet të jetë i përgatitur për këtë ndryshim. Qoftë psikikisht apo shpirtnisht. Të jetë i përgatitur për këtë ndryshim, qoftë psikikisht apo shpirtnisht. Ta pranon. Kushti i dytë është që duhet të din edhe të njeh mënyrat edhe rrugët se të vërteta se si duhet bëhet ndryshimi. Çish duhet me bën ndryshim? Nëse nuk i din, atëherë kot e ke që orvatesh edhe provon me ndryshu, përderisa nuk i njeh metodat edhe rrugët për të cilat, do thot, kërkohet ndryshimi. Atëherë duhet me ditë kur me fillu me ndryshu. Duhet me ditë ku me përfundu edhe si me përfundu. Krejt këto kërkohen, është kusht. E atëherë, e treta, thot, dhe e fundit, është që përdorimi i metodave të shëndosha për ndryshim. Me përdor metoda të shëndosha për ndryshim. Pasi që edhe njohja e mënyrave të vërteta si ti aplikon ato, në thot, në veten e tij për me bën ndryshimin. Se nëse nuk i njeh, vërtet në fund atje s'ka me arrit rezultat që ka me pa apo me pa ndryshimin. Edhe ajo duhet bëhet me etapa. Do me ndryshu. Fillon, dal nga dal. Nuk ka që thënë me që, do thot, ndryshimin duhet të ban për një herë krejt, nëse ku e kërkon nevoja që janë pa tjetër duhet me ndryshu, do thot tërsisht, ajo duhet ashtu. Mirë po, ku e kërkon nevoja që t'jep hapësirë edhe kohë për ndryshim, do me thonë, se zaten edhe Islami, Kurani Kerimi, kur ka zbrit, do thot, prej qiellit të parë në tokë, nuk ka zbrit krejt për një herë. Ka zbrit me etapa. Do thot, është dasht 23 vite kohë. Pse? Se njerëzit nuk kanë qenë të përgatitur, do thot, për t'i bën ndryshimet aty për aty. A ka mund Allahu Azza wa Jall me zbrit për një herë? Do thot, sikur që ka zbrit pin leuhi mahfudh deri në qiellin e parë për një herë, po edhe prej qiellit parë deri në tokë te pejgamberi alayhi salatu wassalam me apruan, do thot, që ka fillu me Iqra bismi, apo prej elhamit deri minel jinnati wan nas për një herë me al musafi Kurani i kompletum. A shkon mundësia, për jo, Allahu nuk e ka bë. Pse? E ka ditë se, do thot, nuk mund bëhet ndryshimi për një herë. 13 vite me radhë në Mekke, pas një obligim hiç. Kur është përgatit terreni,
që janë përgatit, do thot në aspektin e imanit e besimit, besimtarët, atëherë Allahu Azza wa Jall, do thot, ka zbrit obligimet. Prandaj, edhe neve, duhet ta shfrytëzojmë Ramazanin, që të fillojmë të ndryshojmë në veten tonë në aspektin pozitiv. Edhe atë ndryshim duhet çdo kush në vete të llogarit se në çka ka nevojë të ndryshon, çka ka nevojë të përmirëson, çka ka nevojë të largon e kështu me radhë. E lutim Allahun Azza wa Jall që neve na ban për atyre të cilët e ndjekin të vërtetën dhe e shohin atë të vërtetë dhe e ndjekin atë, kurse të pavërtetën e shohin të pavërtetë dhe largohen nga ajo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.